Atëherë Ervin, përshëndetje. Fjala për ty. Përshëndes, në fakt ndodhem në shkollën e mesme Jani Çkilica, pikërisht në qytetin e Fierit, ku në fakt është mbyllur procesi i votimit. Kanë qenë votuesit e fundit rreth orës 18:50 që kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për të votuar të preferuarit në këtë zgjedhje, ndërsa tashmë si duket të gjithë qendrat e votimit në këtë gjimnaz janë mbyllur dhe po kryhen procedurat për mbylljen e kutive dhe më pas pra për dorëzimin e kutive. Sigurisht është një prezencë e shtuar e forcave të policisë, pasi po merret në mbrojtje edhe kutitë e votimit derisa më pas të dorëzohen në qendrat e votimit, ku një nga këto qendra në qytetin e votimit do të jetë pikërisht në këtë shkollë, në palestrën e ambienteve pra të palestrës së kësaj shkolle, për të vijuar edhe procesi i numërimit menjëherë pasi të kryen edhe procedurat. Në fakt situata ka qenë e qetë në ambientet pra ku ne ndodhemi, ku ndodhen të paktën 4 qendra votimi. Megjithatë, në qytetin e Fierit gjatë ditës kemi raportuar për incidente ku kryesisht kanë qenë kandidat të Partisë Demokratike që janë përfshirë në pra incidente duke penguar vijimin e këtij procesi, por megjithatë pas minutash apo edhe pas ndërhyrjes së komisionerëve si duket situata është qetësuar, ndërsa aktualisht kur kemi mbylljen pra e procesit të votimit, situata duket e qetë dhe gjithçka pra është marrë në kontroll nga ana e policisë deri në dërgimin e këtyre kutive në qendrat e numërimit. Nuk ka ende votues që presin në radhë, domethënë gjithçka ka përfunduar në këtë moment që ne po flasim, Ervin? Kanë qenë minutat e fundit para orës 17, para orarit të mbylljes zyrtare të qendrave të votimit dhe pra procesit të votimit, nuk ka pasur qytetar në radhë, pavarësisht se gjatë ditës ne kemi pasqyruar edhe numrin e lartë që ka pas pra kjo qendër votimi, pjesën e dërmuese pra që kemi pasur e kemi filmuar raste ku kemi pasur edhe rraf për të votuar, por si duket në orët e vona, vetëm pak minuta pasi u mbyll edhe procesi i votimit, kanë qenë 2 apo 3 votues që kanë shprehur të drejtën e votës dhe më pas procesi është mbyllur pra duke mos penguar askënd që ka shprehur dëshirën brenda orarit zyrtar që të votojë. Ervin Legat,